ju mendoni që do ta tejkaloj votuesi shqiptarët e Kosovës këtë krizë, pra do të dinë që të gjejnë fajtorin për këtë vit që solli këtë krizë për ta kapërcyer? Edhe së dyti, ju kush mendoni që është e mira për Kosovën në këto zgjedhje, të jetë vazhdimsi apo ndryshim? Së pari, Kosova kaloi një vit thuajse të humbur, ose më saktë nuk e shfrytëzoi vitin 2025 që të sjell më shumë suksese, më shumë prosperitet, më shumë stabilitet institucional, sepse nuk mundi të krijojë institucionet e veta nga pas zgjedhjeve të nënshkutit, dhe kjo natyrisht që ka krijuar një ngësh, ka krijuar një problem. Fatmirësisht në Kosovë nuk kjo krizë, si ta quajmë institucionale, nuk është shndruar në krizë sociale dhe në krizë civile, që do të thotë se qytetarët e kanë përcjellë me një lloj indiferentizmi të maturuar, me qëllim që të mos krijohen situata tensionuese në vend dhe kriza të mbetet brenda sallave dhe zyrave të institucionit. Dhe kjo ka qenë një gjë shumë e mirë. Në një vend tjetër, sidomos çka jemi në vendet e Ballkanit Perëndimor, ajo çfarë ndodhi në Kosovë me mosformimin e institucioneve mund të kishte çuar në destabilitet politik, social dhe civil. Kështu që kjo është meritë e qytetarëve, kjo është meritë edhe e politikës, por gjithsesi politika nuk arriti që të ketë një konsensus. Madje partitë ish opozitare nuk pranuan as të ulen në tryezën e bisedimeve për të krijuar qeverinë e re apo për të zgjedhur kryesinë e Parlamentit të Kosovës. Dhe kjo do të thotë se ata i bën bojkot zotit Kurti, me arsye pa arsye. Kjo nuk është, për mua nuk është justifikueshme. Nuk është justifikueshme sepse konflikti politik në Kosovë midis subjekteve politike nuk është në atë shkallë aq të lartë sa të çojë në bojkot bisedimesh. Nuk flas në bojkot krijimisht të qeverisë, por bojkot bisedimesh. Mundet që një subjekt politik të mos pranojë kushtet e partisë më të madhe për të krijuar një qeveri apo institucionet e shtetit, por në bisedime duhet hyjë patjetër, nuk ndodh në vende demokratike që të mos hysh në bisedime. Secila palë ka objeksionin e vet, ka alternativën e vet, ka programin e vet, dhe nëse nuk gjendet programi i partisë më të vogël në programin e qeverisjes, ajo nuk ka pse të realizojë një qeverisje me partinë më të madhe. Por që duhet të bisedosh, duhet bësh dialog, kjo do të duhet bërë patjetër. Pse nuk u bë? Nuk u bë sepse me sa duket Partia Demokratike e Kosovës, sidomos Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila pati një ofertë të saktuar nga zoti Kurti për të patur një bashkëqeverisje, e dinin se Kurti do t'u jepte atyre çfarë ata do të donin. Përveç kryeministit, kuptohet. Por kryeministi nuk do ta kërkonin as ata. Dhe duke u dhënë aq shumë privilegje, pozita, madje edhe pika të programit të tyre, duke u pajtuar me pikat e programit të LDK-s për shembull. Në një moment hoqi dorë dhe vetë nga posti kryeministrit, bëri një hap pas, ja lënë. Pati lumiri, por gjithsesi ka një, nëse do të hynte në bisedime, do kishte një ofertë zemërgjër. Dhe nuk do ta pranonte, pastaj publiku do të reagonte shumë më tepër kundër atij që se pranon këtë lloj oferte se sa në rastin e mos hyrjes në bisedime. Por unë besoj që bojkotin për të mos hyrë në bisedime, qytetarët e Kosovës do ta lexojnë mirë dhe e kanë lexuar, besoj. Kjo do të thotë që një pjesë e qytetarëve të Kosovës do të votojnë pro vetvendosis dhe koalicionit të saj, me listën Guxo, me Alternativën dhe me Demokristianët. Demokristianët janë një grupim shtesë në këtë koalicion, në këto zgjedhje, nuk ishin në zgjedhjet e kaluara, dhe përpasoj
ky koalicion i vetëvendosës në këto grupime relativisht të vogla, por guxo është një grupim relativisht jo i vogël, është i madh, me deputet më shumë se sa që ka partia e Zotit Haradine. Besoj që do të arrijë një rezultat më të mirë, shumë më të mirë. Dhe apo pa koalicion e shikoni vazhdimsinë? Unë besoj që për të kriju qeverinë dhe kryesinë e parlamentit, fitoria do të jetë pa patër nevojë për një koalicion përveç se deputetëve që dalin nga pakicat, 10 deputetë që dalin nga pakicat, përveç pakicës sërbe, mundet që 1 ose 2 deputetë të dalin nga komuniteti sërb për partit jo listën sërbska, por Rashić për shembull apo dikush tjetër, dhe sigurisht që edhe këta 1 ose 2 deputetë sërb do të jenë pjesë e koalicionit dhe me gjithë këta besoj që do të ketë numrat për të zgjedhur qeverinë dhe kryesinë e parlamentit. A do të kemi një qeveri të brisht? Do jetë një qeveri e brisht, e tillë ka qenë edhe 4 vitet e kaluara, nuk ka patur një koalicion të madh. 63 deputet kanë qenë pro-qeverisë, diku aty mund të arrihet sërishmi në zgjedhjet e 28 dhjetorit. Problemi është pastaj kriza që mund krijohet në zgjedhjen e presidentit, por unë mendoj që kriza për zgjedhjen e presidentit është e tejkaluar. Është e tejkaluar për arsye se president ose presidente do të jetë dikush që gëzon për krajin ndërkombëtar, që gëzon popularitet në qytetarët e Kosovës, që ka arritje dhe performancë të jashtëzakonshme ose të mirë ose shumë të mirë në punën që ka kryer më përpara, dhe të gjitha këto kushte unë besoj i plotëson më së miri Vjosa Osmani dhe jam i bindur që ajo do ta ketë edhe një mandat të dytë, dhe këtë mandat të dytë partitë që nuk pranojnë të bëjnë koalicion do të jenë detyruar t'ia japin duke marrë pjesë në zgjedhjen e presidentit, jo duke votuar, por duke qenë